Para se të flini, jeni duke bërë një gabim që ju kushton shumë. Gjumi është një nga gjërat më të rëndësishme për një shëndet të mirë, por në sfond është edhe një televizor që ndodhe kundërta. Edhe pse shumë njerëz besojnë se po të flenë më shpejt me televizorin ndezur, nuk do të kenë probleme. Ekspertët pohojnë se kur flini me televizorin ndezur, në fakt, i jepni trupit më pak gjumë se sa i nevojitet dhe kjo sjell dëme të shumta. Gjumi me televizorin ndezur redukton prodhimin e melatoninës, një hormon që luan një rol kyç për cilësinë e tij. I sinjalizon trupit tuaj se është koha për t'u pushuar dhe për t'u rikthyer në një ditë të vështirë. Televizori dhe pajisjet e tjera që prodhojnë në dritën blu mund të zvogëlojnë sasinë e melatoninës që prodhon trupi i njeriut. Atëherë truri e ka më të vështirë të dallojë ditën dhe natën dhe është shumë më e vështirë të biesh në gjumë. Shikimi i televizorit para se të shkoni në shtrat nuk i jep trupit mundësinë që të pushojë si duhet dhe shkakton lodhje.